Hidhni pak sodë buke në krevat dhe rezultati do ju befasojë. Kur vjen puna te pastrimi, dyshekët nuk janë tepër të vështirë për të pastruar me intësi. Do me thënë ata thjesht nuk janë të lehtë për të pastruar pasi janë të mëdhenj dhe shumë të rëndë për të pastruar me lehtësi pa e lëvizur atë. Megjithatë, duke qenë se shpenzojmë një pjesë të mirë të kohës në dyshek çdo ditë, ne kemi nevojë për pastrimin e tij të hollësishëm për të shmangur probleme shëndetësore. Çdo dyshek përmban plur i cili mund të çojë në alergji dhe astmë deri në 10% të njerëzve. Megjithatë, dyshekët mund të vinë edhe erë të keqe me kalimin e kohës për shkak të thithjes së trupit gjatë natës. Për të pasur më mirë dyshekun dhe të evitoni gjithashtu edhe erën e keqe të dirsës, aplikoni sipërti edhe sodë buke. E lini për disa minuta dhe më pas e fshini me një fshesë me korrent dhe me një copë lëkure me ujë të ftohtë. Kështu do të fërkoni mirë të gjitha papastërtitë dhe do të largoni edhe erërat e këqija që mund të ketë akumuluar dysheku juaj me kalimin e kohës.